Emocionet dhe botën e tij të brendshme zakonisht I shpreh përmes artit pamor. Megjithatë, së fundmi, Albert Selimi ka sjellë një dorëshkrim, një dedikim të veçantë për personin më të shtrenjtë të jetës së tij, nënën. Në faqet e këtij libri ai rrëfen përjetime, kujtime dhe momente personale që kanë lënë gjurmë në jetën e tij. Shegori dhe ringjallja e pyllit të vdekur është një histori e shkruar posaçërisht për fëmijët gjeneratat e reja, po jo vetëm për ata, është edhe për të rritunit. Arsyeja pse kam shkruajtur për nanën është se nana jam tona herët na ka treguar pralla kur jemi qenë të vogël. Kom dashur me ja kthy borxhin në një formë edhe me I tregu që krejt që kjo është për nder të saj edhe për krejt sane që I ka bu për neve, për mua dhe motrat e mia. Ndëroni prind sa janë gjallë, se kur të vdesin mandena nuk e din çka jena të bo për ta, se s'kan djeni mu, ka përfundu gjithçka. Unë e kom dëru në anën tem me Shegorin, jam mundu në maksimum me ndëru ata për arsye objektive dhe subjektive. Nana em ka bo shumë për neve, ka sakrifiku si se cilja nanë shqiptare të saj. Unë, kur kom fillu me shkujt Shegorin, në realitet unë se kom mendu në herë që kom me shkujt, unë gjithmonë kom qenë shumë I artikulum në të folën, po njëjtën kohë në të shkruam edhe pse kom qenë dëmbel. Kur kom fillu me shkujt Shegorin është koha e koronës. Fatmirësisht unë që atë ku banoj, kemi shumë drojnë, kemi shumë lisa gjatë, edhe këshit e me, unë ishin atë ditën, ata ishin na për diktarën, na për balkona, sepse kishin janë në për banesa. Njëjtën kohë, në qatë pjesë ku unë kam qëndru dhe kam nejt ullja dhe kam meditut njëjtën kohë dhe kam lexu njëkohësisht, unë gjithë kom pas një tërmës diçka me veti me kafe, një kafe për veti kështu të pi, edhe qashtu ka fillu, dhe më thonë, krejt ky procesi për me shkru. Ideja u kon spontane, pse u kon spontane është unë fillimisht I kom vizatu karakteret që I kom libër, edhe non-stop unë jem koni për cilën prej sorrave, prej korbave, prej bulkthave, ose karcyllat që një populli, prej shpesve, qaj qetësia koronës që E ka dhonë dhe u qetësu gjithçka, qaj jem ka bo me fillu. Unë e kom vizatu, ja kom gjitë një emën edhe kom mendu, çka kom me bo këtë karakter, se ky karakter kom me konë me këto, e kom vesh karakterin, I kom jep jetë, I kom jep frym në një farë forme, jom boj qaj karakter edhe qështu ka vazhdu. Unë mandej I kom ledh krejt bashk edhe e kom marru një farë skeleti për Shegorin, edhe mandej qështu ka vazhdu. Mandej kur jem konë jo të e përfundus, po thom të e përfundu, po në proces e sipër, kom vendos me bazu dikun këtë storje, edhe ne jemi të njoftën që kemi pralla për fëmijë, po që jenë shumë të shkurta. Arsyeja pse unë e kam bo ma gjatë është që mos me përfundu me 2-3 faqe, ose me 15.000-20.000 fjallë, po me 47.000-50.000 fjallë, sa I ka Shegori. Ngjarja ndodh në Istog, është promovim shumë I mirë edhe për Kosovën. Janë disa vende në Istog që nashta s'kemi dëgju kurrë përpara, po I dëgjojmë te Shegori. Gjithçka ndodh aty. E kështu me radhë. Shegori, çka do të thosh Shegori? Shegori është ai që ka mbjetu stuhive edhe vdekjes edhe është ringjall prej krejt katrahurës që ndodh në botën e mojstirit. Shegori është një dru që ngjason pak a shumë si na, po që ka jetë të pashtershme. Por që kjo jetë e pashtershme një ditë, një moment shuhet plotësisht. Po shuhet me të vërtetë. Nana jam nuk e ka lexu librin, domethënë nuk e ka lexu Shegorin deri në momentin e promovimit. Ka pas një arsye se nana jam nuk e ka ditë që libri është u bë për ta. Edhe në atë moment kur unë e kom ftu nanën time me dalë përpara në skenë, edhe me I tregu që libri po I dedikohet asaj, u kon në moment shumë preks jo vetëm për nanën time, po u kon preks për krejt sallën që domethënë për njerëzit që janë ardhur në promovim. Çaj u kon domethënë krejt Shegori që u shkrujt, çaj u kon çaj momenti që unë kom thonë, edhe që kjo u kon çaj unë që e kom prit. Shegori u shkrujt për një fëmijë që unë e kam përmbrana.
me kënaqë atë fëmin që e kam përmrena. Unë besoj që kam arrit mjaftueshëm me kënaqë atë fëmin që unë e kam përmrena, po njëkohësisht edhe ata të tjerë njerëz që kanë me lexu, kanë me u ndje përafërsisht njëjtë si person. Por dashuria e tij e parë mbeten ngjyrat dhe piktura, përmes të cilave vazhdon të komunikojë emocionet dhe frymëzimin artistik. Kam fillu me vizatu, nuk është që kam marrë shumë seriozisht. Po kur kam fillu me pikturu, masane e kam pa që diçka, okej, s'ka kanë rregull të unë çfarë do kam mendu. E mandej kam vazhdu, kam pikturu derisa kam marrë vëmendjen edhe të mediave dhe portaleve tjera. Po unë nuk jam kohën kur i fokusum, hajde pe bëj qëta se po më vynë më vëmendja, kur nuk e kam bo për vëmendje, unë e kam bo për arsye që e kam dje me bo. Njerëzit kënaqen me qëta që e kam bo, që vazhdoj me bo, realisht. Arti është relativ, njëjtën kohë unë besoj që për me prodhu art, të mi fillt është fjalla, për me bo diçka ndryshe që nuk e bën dikush tjetër. Nuk besoj që du të me pas në farë diplome ose në farë arritje shkollare për me bo. Nëse e ki, shudzoje, nëse se ki, provoje me bo, nëse ki qef me bo. Qetësi shpirtërore mas pari gjetje Zoti, se pa Zotin është e pamundur me pas krejt çdo që i kam. Unë besoj që Zoti kur të krijon e ka një arsye pse të ka kriju, edhe vendos elementet e tina në ty. Edhe te mandena ti rritesh me qata, edhe sa don ti me u bo një person me një karakter të mirë ose të keq. Mandej vullneti është i lirë, ti vendos çka po don me bo. Unë nuk e kam di, po mendoj, nuk është që nuk e kam ditë, po nuk është që e kam zhvillu, është punën e shkrimit. Unë kam shkujtë edhe ma përpara, kam sene që si janë të botume, kam sene që tash shumë shpejt kanë me u botu besoj. Unë gjej kënaqësi si të njëra si të tjetra, po ndjenja është ndryshe, të piktura, të vizatimi është diçka tjetër, të shkrimi është diçka tjetër. I kom pas të plok të halemat gata, edhe njerëzit, shumica njerëzit nuk është që më kanë ditë emnin, edhe kur më kanë pa rrugë, ose kanë dashur më referu dyqysh, kanë thonë, a dina ideali me plok gata, e që të kam net, e tash e kom përdurë që ato si emër skenik pi thëmë, unë e kam emnin Albert, po emni skenik jemi është qaj ideali me plok gata. Nuk është letë, për me shkru. Unë nuk jam të thonë ku qka kom bo unë, absolutisht nuk jam të e thonë unë qka kom bo unë. Jam të e thonë këtë gjatë që nëse ki talentin, seriozisht e kam, nëse ki talentin e donë me bo diqka me vetën tonë, donë me kon kreativ, pse mos me bo bëjeni, kur kush nuk ju nalë, nuk keni me pas letë, keni më përbal me sene që nuk jam mërmendja, po me rëndësirë që ju me knaqë vetën e juj, mas pari, që ajo është primari. Kur ju jeni të knaqën me qata që e bëni ju, edhe vazhdoni me kërku ma shumë prej vetës, për me uzgjërnu edhe me bo më atë mirën, është fjalla si artist, ose si shkriptar, ose si qka do që ju keni qef, bëjeni. Por, mesazhi kryesor është ju t'jeni mas pari mirë me vetën, mandi kur jeni ju mirë me vetën, edhe rreti ju është mirë me ju. Puna e Albertit dhe motivet që trajton janë bërë pjesë e rëndësishme e kulturës së artit në vend, ndërsa ai synon ta vazhdojë rrugtimin e tij artistik me të njëjtin përkushtim.